24 subjekte politike, prej të cilave 3 koalicione, duhet të dorëzojnë përmes platformës listë e tyre me emrat e kandidatëve për deputet. Është përmbyllur afati për subjektet politike për aplikim për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhje dhe deklarim të koalicioneve nga ana e partive politike. Gjatë kësaj periudhe 7 ditore, 24 subjekte politike, prej të cilave 3 koalicione, 18 parti politike, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur, kanë plotësuar online formularin e certifikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Paralelisht me aplikimin për certifikim, është zhvilluar edhe afati për deklarim të partive politike për formim të koalicioneve. Deri më 7 dhjetor, subjektet politike që kanë aplikuar për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhje duhet të dorëzojnë përmes platformës listë e tyre me emrat e kandidatëve për deputet të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës.